Mrekullia e hekurit. Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kur'an. Në suren El Hadid, domethënë në suren e hekurit, thuhet: ne kemi zbritur hekurin në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit. El Hadid 25. Fjala zbritën poshtë e përdorur veçanërisht për hekurin në këtë ajet, mund të mendohet se ka një kuptim metaforik që do të thotë se hekuri është dhuruar për të mirën e njerëzimit. Por nëse ne do të merrnim në konsiderat kuptimin e drejt për drejt të fjalës, e cila është i zbritur fizikisht nga qielli, do të kuptojmë se në këtë ajet gjendet një mrekulli shkencore mjaft domethënëse. Në sajt të kërkimeve astronomike është zbuluar se hekuri i gjendur në rruzullin toksor ka ardhur prej yjeve gjigante të hapësirës. Metalet e rënda në univers janë krijuar në bërthamën e yjeve të mëdha. Gjithsesi, sistemi ynë diellor nuk zotron një strukturë të përshtatshme që të prodhojë vetë hekur. Hekuri mund të prodhohet në yje shumë më të mëdhenj se dielli, tek të cilët temperatura arrin disa qindra miliona gradë. Kur sasia e hekurit në një yll të kalon një nivel të caktuar, ylli nuk mund ta mbajë atë më gjatë dhe si rezultat ai shpërthen në një shpërthim të quajtur nova ose supernova. Si rezultat i këtij shpërthimi, meteorët që përmbajnë hekur shpërndahen nëpër univers dhe lëvizin nëpër hapësirë derisa të tërhiqen prej forcës gravitacionale të ndonjë trupi qiellor. E gjitha kjo na bën të qartë se hekuri nuk është formuar në tokë, por është mbartur nëpërmjet meteorëve pas shpërthimit të yjeve në hapësirë. Pra, ai ka zbritur në tokë në të njëjtën mënyrë siç është shpallur në ajetin kuranor. Është e qartë se ky fakt shkencor nuk njihet shkencërisht në shekullin e 7, në kohën e shpalljes Kuranit.